Edhe njerë, në bazë në jenit 170 rregullorës, 2 i keni mundësit, njëra të vendoni në votim dhe tjetra të caktoni orën dhe ditën se kur do votohet për një propozim ligj që ka kaluar të gjitha filtrat dhe ka ngel vetëm votim. Po vazhdoj aty ku e lash, unë kur kam folë në lidhje me projekt ligji në fjalë, kujtohet që jam drejtuar zëvendës kryeministrit parë dhe i kam thënë që ky ligj nuk ka të bëjë me ty personalisht as me mua, po është projekcion për gjeneratat e ardhshme. Prandaj bazuar te kjo, se kemi ndërmend që të lodhemi as pak nga ideja për të parandaluar një ligj të mbrapsht që të votohet këtu në këtë kuvent. Gjithçka që ka ligji në fjalë bëhet e zbatueshme edhe pa pas ligj. Ky ligj bën vetëm një gjë: heq kotën etnike. Shkakun për çka u vendos kjo e drejtë në marrëveshjen e orit, përfaqësimin e drejtë dhe adekuat, për shkak se diskriminimi ishte etnik. E pra, bazuar te kjo, unë për vete nuk e kam dërmend dorëzohem dhe as pak as të lodhem dhe i gatshëm që jo vetëm 10 ose 12 orë, por edhe 24 orë ne do ta mbajmë me këtë ritëm që dhe qartas ta themi që nuk kalon kjo çështje. Uroj që ekspertët të cilët i shpërblyhet me poste ministrore po njësoj të reflektojnë. Besoj tani ka shkuar ministri i drejtësisë dhe e ka parë që nuk ja vlen. Unë me të vërtet habitëm. Me sy e faqe, ai ka pa auditorin e tij studentëve kur e din që nëpërmjet tij propozim ligji u avret ardhmërinë dhe perspektivën. Nuk e di me sy e faqe nesër, kush do jetë më ministër, do t'i drejtohet po atij auditori dhe do t'i tregoj për drejtësi e për drejt kushtetuese, në ndërkohë që ka bërë lojën që t'u avrase edhe punësimin edhe ardhmërinë. E njësoj s'duhet lodhet kërkush nga ju deputetët shqiptar që jeni këtu. Gjykojeni që duhet t'i shihni në sy fëmijët e juaj dhe ato për cilët ju jeni idhull këtë jetë.